ashtu siç paralajmëruam para qytetarëve, që vazhdojmë procesin e shkrirjes së subjekteve në një subjekt të vetëm, të vlenit që shqiptarët votuesit të kenë dy tabore, pra vlenin dhe frontin evropian. Pra të kenë pluralizëm, të kenë mundësinë për përzgjedhje dhe ashtu siç patën në zgjedhjet parlamentare, dhe kenë mundësinë pra edhe në zgjedhjet lokale në tetor që do të mbahen, që qytetarët ta bëjnë vlerësimin, ta bëjnë përzgjedhjen ndërmjet vlenit dhe BDI-s. Jo, ne domethënë sot kemi pas seancë të rregullt qeveritare, ku janë sjell disa projekte të rëndësishme. Një është kanalizimi për Zajazin pas një qeverisje të dështuar kaluar, pas shumë votave, pas shumë besimit që kanë marrë, u desh që të intervenojmë ne, ta ndërprejmë fatkeqësisht pra e ndjek edhe IPA fondet për shkak keqpërdorimeve që janë bëu aty, dhe ndërprejmë me këtë çështje dhe arritëm që ta bindim qeverinë që të intervenon qeveria me buxhetin e shtetit, pra dikun 14 milion euro, që një herë për gjithmonë ta mbyllim çështjen e ujrave të zeza dhe kanalizimit në Zajaz, sepse kështu meriton edhe Zajazi dhe Kërçova. Po ashtu ka pas një vendim pra edhe për rikonstruim të sallave sportive në shkollat në disa komuna shqiptare, Kërçovë, Çajir dhe disa tjera, ku do informon zëvendës Ministri i Arsimit. Pra qeveria po vazhdon me planin për realizimin e programit për cilin e kemi para nesh dhe cilin e kemi premtuar, ndërsa porosia nga gjitha partnerët në qeveri është që çdo kush që e ndihmon dhe bashkëpunon me BDI-n duhet të mos tërprohet, këtë ta nxjerrë para opinionit dhe lirisht pra mund të shkon të bëhet bashkë me BDI-n. Po edhe në qeveri edhe me BDI-n pra nuk ka mundësi, kjo deklaruar nga gjitha partnerët e qeverisë. Pra zoti Taravari e shoh që i pëlqen bashkëpunimi dhe kjo është e drejtë e tij.